Të premte në pasdite në Vlorë do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë të pishëm për disa orë. Lajmi konfirmohet nga vetë ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë përmes një njoftimi në rrjetet sociale. Nga ora 8 deri në orën 18 do të stakohet stacioni numër 4, i cili furnizon qytetin me ujë. Për shkak të punimeve për rrjetin e ri të ujësiellësit, qyteti nuk do të furnizohet gjatë orëve të pasdites së ditës së nesërme, ndërsa në orarin e mëngjesit furnizimi do të vijojë normalisht. Nga stakimi i stacionit numër 4 nuk do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë për zonat Lungomare, Ujë Ftohtë, Kalaja, Lagja 10 Korriku, Centrale, Bishti Kallëdrëmit, si dhe Radhima. Në njoftimin e ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë, thuhet se për shkak të punimeve për rrjetin e ri të ujësiellësit të qytetit të Vlorës, ditën e premte nga ora 8 deri në orën 18 do të stakohet stacioni numër 4, i cili furnizon qytetin me ujë për rrjedhoj. Pjesa e qytetit që furnizohet nga ky stacion nuk do të furnizohet gjatë orëve të pasdites së ditës së nesërme, ndërsa në orarin e mëngjesit furnizimi do të vijojë normalisht. Zonat e tjera të qytetit do të vazhdojnë të furnizohen pa ndërprerje. Në Vlorë po vijon puna për rrjetin e ri të ujësiellësit dhe ndërhyrje teknike kërkojnë edhe stakimet e furnizimit me ujë, ndërsa pritet që normaliteti të rikthehet mëngjesin e së shtunës.